لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditë Kiametit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi dëshmitar në jetën tonë se koha kalon shpejt. Dhe njëna prej paralajmërimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë kur ka thënë se prej shenjave të Kiametit është yataqarabu zaman. Ka thënë koha afrohet, jeta afrohet. Këtë hadith e kanë komentuar në forma të ndryshme, se çka ka pas për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej dietarëve kanë thënë, komentuesve të kësaj fjale, ka thënë se afrohet koha do të thotë humb bereqeti i kohës. Ka thënë të tjerët është për qëllim se umetit pejgamberit ju ka shkurtue jeta, ymri i tyre ju ka shkurtue, në krahasim me jetën që kanë bëhe umetet para tij. Po gjithashtu kanë thënë se është për qëllim se jeta për shkak të dinamikës së saj që e ka, kalon shpejt. Dhe viti kalon sikur me qenë një muaj, e muaji kalon sikur me qenë një javë i dokët njeriut, e java sikur me qenë një ditë, e dita sikur me qenë ndoshta një orë, e ajo ora me të pas pak minuta, kështu do thotë kalon jeta shpejt, edhe nuk e merr vesh njeriu, i harxhohet ymri i tij. Pa marrë parasysh njerëzit qysh e bajnë llogaritjen e kohës tyne, me cilin kalendari ndrojnë vite. E rëndësishme dhe realiteti është se jeta jonë ecë. Ymri jonë kalon. Dhe besimtari në këto momente të ndrimit të motmoteve duhet me pas një qasje shumë reale, shumë serioze për jetën e tij, dhe duhet me qenë një reflektim i cili do të thotë i mundson besimtarit që të llogaris nga ajo që ka kaluar prej ymrit tina dhe të përgatitet për atë vitin që po e fillon edhe do ta vazhdoj atë vit nëse ka ymër. Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an të nderuar vëllezër dhe thotë ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. O ju besimtar,
Tut një Zotit dhe përgadituni, bëheni gati. Le të shiqoj çdo njëri prej jush se çka po përgatit për nesër. Cila është jeta jote për të ardhmen? Cilat janë synimet tua për jetën e ardhshme? Cilat janë projektet tua për të ardhmen tone? A ki për qëllim që ta shfrytëzosh sa ke mundësi në maksimumin tënë dhe në mundësi dhe kapacitetet tua, jetën tëne me vepra të mira, apo do ta lesh do thot të kaloj ashtu shkele shko? E Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur ka përmend shpëtimin e njeriu në këtë botë dhe në ahiret, ka thënë që ata që angazhohen dhe punojnë kanë më shpëtue. Që ata që e marrin emrin e tyre seriozisht, jetën e tyre seriozisht, qad aflaha men zakkaha, wa qad khaba men dassaha. Ka shpëtue ai i cili e ka pastru vetën e vet, ka punu për vetën e vet, e ka shfrytëzue jetën e vet, emrin e vet. Wa qad khaba men dassaha, ndërsa ka humbë ai i cili do të ka njollos emrin e vet. E ka njollos jetën e vet, periudhat e jetës. E ka njollos rinin e tij. E ka njollos kohën e tij që i ka kaluar. E ka njollos pleqërinë e tij. Nuk e ka derë pse i kalojnë minutat, pse i kalojnë ditë, pse i kalojnë do thotë mujt, e pse i kalojnë vitet. Nuk është derë i madh për to. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. Ka thënë i mençur është ai i cili e llogarit veten e tij. Edhe punon për ato që ka me gjetë mas vdekjes tina. Ndërsa i paaft është ai i cili vrapon pas epsheve të tij dhe jetën e ka veç iluzione. Dhe jetën e ka veç dëfrime. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, në këto momente që neve na ndrohen vitet, kalojnë prej një viti në një vit tjetër të ri, nuk është diçka shumë e thjeshtë. Sepse 365 ditë kanë shku nga ymri yt. E sa mujt kanë shkue, e sa ditë kanë shkue, e sa orët kanë shkue, e sa minutat kanë shkue, mos kthehen. Kodrën me lëviz ato nuk mund i kthej të mas. Por këtë kanë thënë, njeriu jeton në jetën e tij mes 3 gjanave, mes 3 etapave të jetës së tij. Të kalumën që e ka pas, të ardhmen që e pret, dhe ajo që është në moment. Të kalumën nuk mund me kthy më të mas. Të ardhmen nuk ki siguri edhe me mendu që këtë botën ki me sëndu ti. Këtë botën ki me zaptu e ti s'ki siguri. Mbetet për besimtarin ai momenti që është duke jetue me shfrytëzue. Kjo nuk do të thotë që besimtari nuk bën projekte për të ardhmen, nuk bën plane për të ardhmen, nuk e menaxhon jetën e tij. Mirë po, punon për ata, do të thotë, mos punon në iluzione, mos jeton në iluzione. Edhe mos jeton ku kush ka vënë mbrapa. Ajo s'kthehet më. Mundohet ta përmirësosh jetën tënde që jeto jetue me punë të harit edhe me punë të mira. 1 minutë ndoshta është vendimtar për ndryshimin e jetës tonë. 1 minutë. Nëse ti e shfrytëzon çat minutë, atëherë ke me fitue shumë. 1 minutë na mjafton për me thënë ndoshta me 10 herë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. 1 minutë mjafton për me ia dhënë dikujt një këshill. 1 minutë mjafton për me ndihmu dikujt ndonjëherë. 1 minutë mjafton për me ia dhënë një buzëqeshje familjes tone, vladëve tu, njerëzve që i takon. 1 minutë është i mjaftueshëm me hjek një pengesë nga rruga. Andaj besimtari është i kujdesshëm në jetën e tij. Është i kujdesshëm në kohën që e kalon, nuk kthehen ato më mbrapa.
as rinia, as shëndeti kur ka për ndonjë smundje, as pleçnia. Andaj e shfrytëzon besimtari jetën e tij dhe nuk e harxhon kot. Para mendoni të nderuar vëllezër, sikur dikush prej neve, me pas do të thotë një standard të mirë të pasunisë dhe të mallit, edhe për momentin me falimentue, për momentin me humba të mall, atë pasuni që e ka pas. Mas pakti që do të frigoheshim nga ai, duhet kujdesi që do ta kesh mi pas, mos me ra ai në ndonjë depresion psiqik. Ose mos me pas në infarkt, në sulm të zemrës kur ta shohin atë musibet kaq të madh. E pse na humbi neve jeta dhe ymri na shkon. Asnjëherë nuk ndalemi me mendu edhe me llogarit veten tonë, as pak dert nuk e ka njeriu. Për këtë sa mire ka thonë Hasan el Basriu, njëri prej hoxhallarëve dietarëve të mëdhej, që fjalët e tij ka thonë mas fjalëve të Zotit edhe të pejgamberit nuk ka pas fjalë më të çmueshme se sa fjalët e Hasan el Basriu. Ka thonë besimtari është objektiv në jetën e tij. E llogarit veten e tij. Sepse ai i cili i bën llogarin këtë dynja vetës tina për ymrin që e ka kalu e çka ka bëu, çka ka veprue, ka mu ju letu llogaria në ditë kiametit. E ai i cili nuk e ka dert hiç edhe nuk e llogarit jetën e tij këtë dynja vetën e tij, atina ka mu ju rënue. Njëri prej të parëve tanë, prej besimtarëve, një ditë u ndal mbasi që i kishte mbush 70 vite. Edhe po ndalet edhe po mediton edhe pi thot vetës vetë. 70 vite i ke mbush, ma shumë se 20.000 dit i ke kalue. Ka një gjëna me bohe në ditje 20.000 gjënohe. Ndërsa ai që nuk e ka dert fare, ka kajt edhe ka thonë o Zot, qysh me dalën e përpara ty me 20.000 gjënohe? Vesh ka një gjëna ta kësha bon ditje. Vesh ka një gjëna nëse e kom banditje, që me dalë tyje me 20.000 gjënohe, e ma shumë. Andaj të ndërro lezër besimtari, këtë qasje e ka në jetën e ti. E ndronë vitin, edhe logari, bën logari, për ata që ka kalue. Futet në vit të ri, nga jo që ka bën logari të kalumën, mëson, dhe i përmirëson gabimet, dhe i përmirëson jetën e ti, dhe i përmirëson gjanje e ti, e përmirëson zemrën e ti. Ndërsa nga jo që ne e lëm mbrapa nga festa e vitit ri që përveç që nuk është nga aspekti fetar, nga dispozitat fetare nuk ka të bëj asgjë me festat tona. Dhe si dispozit që është ndalume të festohet një fest e tillë. Përveç kësaj, rrezitet që po shkaktohen dhe domet që po shkaktohen me rastin e kësaj feste me të vërtetë janë shqetësuese. Dhe në ditën e parë të janarit 2026, që kjo UK-ja del me raport se 35 njerëz kanë ardhur me lëndime në qendrën klinike universitare të Kosovës. E mos flasim edhe për spitale tjera, sigurisht. Jemi objektiv të ndërrollëzër. Sikur ndodhte që kjo, mos mu lënduen 35 vete, ma shumë 40 vete, një fest të Bajramit. Pasha Allah nuk e këshilon, pa e bo këtë punë të madhe shumë. Edhe më ngrit ata analistat e ata gazetarët e me thonë, ndrone këtë fest, shka i në të bo kështu. Njerëzit po rrezikohen me jetë. Shumë prej tyre ka pas nevojë për ndërhyrje kirurgjike. Shumë prej tyre prej lëndimeve ka është rrezik që me met do thot me invalidet. Me mbet valid për gjithmonë në dorën e tij apo në faqen e tij apo në këmbën e tij. Andaj dallimi i madh është mes asaj feste e cila jep harmoni, qetësi në mesin e njerëzve, solidaritet,
afërsi mes njëri tjetrit, gëzim i madh, mirë po afërsi dhe bashkim mes njëri tjetrit dhe mes asaj feste që me të vërtet është serioze, një çështje e tillë, rrezikshmëri e lartë dhe pastaj do të thotë rrezik nga qetësia publike, pastaj do rrezikshmëri në jetën e njerëzve edhe kështu me radhë. Besimtari të nderuar vëllezër e kalon jetën e tij duke llogarit veten e tij vazhdimisht. Me ata që ka kalu prej viteve, do thotë merr mësim nga ato që ka pas mundësi mi bë dhe nuk i ka bë. Ndërsa vitin e ardhshëm do thotë vendos që të jetë më konstruktiv dhe më pozitiv, edhe punoj për jetën e tij, punoj me veprat e mira. Elusmi Allahun xhalla xhelalu që të na udhëzoj në rrugën e drejtë, na forcoj zemrat tona dhe të na bëjë që ta kuptojmë të vërtetën, dhe ta pasojmë atë, dhe atë që është e vërtetë ta kuptojmë ashtu dhe të largohemi nga ajo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.